Mjafton një vështrim për të rënë në dashuri me fotografitë e Pjetër Marubit. Edhe të huajt nuk i shpëtojnë tërheqjes. Përmes saj, ata përjetojnë copëza historie, jete, etnografie, të epokave dhe vendeve të panjohura mirë, por kaq të afërta për ta. Për pak minuta, edhe një politikan mund të ndjehet si fëmijë përballë kësaj fotografie. Nikola Vuljanić, raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, tregon emocionin e veçantë që i ndjell një prej fotografive të Marubit. My grandmother, she had the same style of dressing. Gruaja e ulur është krejtësisht si gjyshja ime. Ajo vishej pothuajse njësoj. Vinte të njëjtën shamim mbi kokë dhe në fytyrën e saj dalloheshin qartë vizat në faqe. Ajo ishte autoritare. Të gjithë ne kishim frikë. Ne jemi të ndryshëm, kemi tradita të ndryshme, kostume të ndryshme, histori të ndryshme, por ne jemi të ngjashëm. Këtu ka elemente që gjithkush nga Kroacia, Bosnia, Serbia, Hungaria apo dhe Austria do t'i dallonte. Këto janë traditat tona. Kur them tonat, mendoj traditat e kombeve europiane dhe Shqipëria është një i tillë. Ishte shtysa kryesore për të cilin ai mori nën kujdesin e tij ekspozitën duke promovuar vetë vlerat tona mbi fototekën Marubi në Parlamentin Evropian. Një iniciativë mbështetur nga eurodeputetë të tjerë që nuk ngurrojnë të promovojnë artin dhe kulturën e Shqipërisë, të lidhur pandashmërisht me atë europiane në shtëpinë e të zgjedhurve të popullit si Doris Pack. Culture is something which is very useful to make. Kultura është shumë e rëndësishme. Ajo i bën europianët e tjerë që të kuptojnë se cila është Shqipëria, si janë shqiptarët. Perceptimi i shqiptarëve nuk është gjithmonë pozitiv, por ndodh disa herë që të ketë po ashtu një perceptim të keq për gjermanët. Ne duhet të punojmë për perceptimin. Ekspozita të tilla ndihmojnë njerëzit të kuptojnë se cilët janë shqiptarët. Pastaj qyteti i Shkodrës është një simbol i harmonisë fetare, katolikëve dhe muslimanëve. Kjo është kaq e rrallë në botë. Në foto shohim veshjet e kohës. Është bukur që fotografia e ka fiksuar këtë moment. How the people is stressed. Projekti Marubi, model bashkëpunimi për turizmin midis Shkodrës dhe Ulqinit, është mbështetur me 420.000 euro nga Bashkimi Evropian në kuadrin e fondeve IPA. Drejtori për Ballkanin në Komisionin Evropian, Jean-Éric Paquet, flet për impaktin e kulturës në politikë. Moi je trouve cette exposition absolument magnifique. Kjo ekspozitë është vërtet e mrekullueshme. Ajo pasqyron historinë dhe kulturën e Shqipërisë. Ajo pasqyron gjithashtu një histori ndërkufitare, pasi aty prezantohen fotografi të marra në Shqipëri dhe Maltezi. Këto fotografi që na sjellin imazhet e më shumë se një shekulli më parë tregojnë se Shqipëria është pjesë e kulturës evropiane, pasi ajo që reflektohet në këto fotografi është shumë e afërt me ne. Madje mund t'ju them se jam krenar që kjo ekspozitë është financuar nga programi Europian IPA për bashkëpunimin ndërkufitar. Kjo tregon se asistenca jonë për Shqipërinë dhe Malin e Zi mund të mbështesë evenimente artistike dhe kulturore. Dhe ky është një eveniment i rëndësishëm i punës së përbashkët. Një ekspozitë e tillë në Europë plotëson imazhin e shqiptarëve dhe na tregon se Shqipëria është tërësisht pjesë e Europës. Fatin për trashëgiminë e vlerës unike të fototekës së Maruve në Shkodër e ka artikuluar qartë kryebashkiaku i Shkodrës Lorenz Luka, i cili u ka folur pjesëmarrësve për Shkodrën, djep kulturë dhe artin në Shqipëri. Fototeka kombëtare Marubi është pa diskutim një thesar. Ajo është një shtysë e vazhdueshme për drejtorin e saj, Lucian Bedeni, për të treguar se përtej të qenurit një vlerë shqiptare, ajo është mbi të gjitha vlerë europiane. Në fakt vjen në kuadër të një projekti të nënshkruar të financuar nga Bashkimi Evropian, një projekt i cili te kalon kufit e dy shteteve si Shqipëria dhe Mali i Zi dhe pikërisht shkas i kësaj bëhen pikërisht fotografitë e Marubit. Duke qenë se Marubi ishte vetë një fotograf i cili rrugtoi përtej kufive të Shqipërisë duke fotografuar edhe në Malin e Zi. Dhe ne gjetëm si një pikë të përbashkët pikërisht veshjet, pra etnografinë, e cila bashkon edhe kulturat e dy vendeve. Duke qenë se vetë Shqipëria tashmë po bëhet pjesë, sigurisht, pjesë e pandare e Bashkimit Evropian, por edhe vetë kulturat e dy vendeve. Ndaj kjo ekspozitë vjen me këtë risi. Nëse flasim për ekspozitën e parë, e cila ishte përpara disa viteve për Marubin, mbase ishte një ekspozitë prezantuese, ndërsa këtë herë sigurisht që vlerat e Marubit
shtohen duke u bërë si një reflektim jo vetëm i traditës, por edhe i reflektim i vetvetes, pra i vlerëve të pasërisë kulturore, të trashëgimisë kulturore të Shqipërisë. Ekspozita në Parlamentin Evropian është mbështetur nga Ambasada e Shqipërisë. Ambasadorja Mimoza Alimi nuk ka harruar të vendosë urën midis artit dhe politikës, duke shpresuar që politika të ngrihet në nivelin e artit për të sjellë shqiptarët sa më shpejt në gjirin e familjes së tyre naturale europiane si në art.